Nuk është e mundun të dorëzohet pushtet që e ke në dorë me votë. I lusë gjithë politikanët jashtë. I lusë të jetë të vëdisu se shumë shtrejt do të kushtojnë politika atyre, se ne nuk do të heshtim kush nga ka dorëzu. Është komun, humbet ose fitohet. Është e fitome se e ke shumicën, e dorëzon vetë. Tash, populata shqiptare që voton për kandidatin e tyre, mos bëjnë nej lëshim që të lajmë me gishtin në gojë gjithë shqiptarët në përbot që na përcilin. Të çuditet Shqipëria, Kosova, vetë gjithë Maqedonia, se qysh ndodhin në Kërçovë, çfarë njerëzish që në ato që dorëzojnë pushtetin. Ne do të mbrojmë kënaqërinë. Do të dalim fitues patjetër, nëse duhet të jemi njerëz të vlerësu, të çmu dhe të kemi dyrë të hapur para në tufën tonë, në popullatën tonë, gjithandej. Se jemi të mençur, se jemi tolerant, edhe se e duam vetë edhe se e duam vendin ku jetojmë ta menaxhojmë vetë. Nuk është e mundun të dorëzohet pushtet që e ke në dorë me votë, edhe je në përsi, aq me nduri se bon askush në botë. Pastaj, lëshom të porosisim diçka. I lusë gjithë politikanët jashtë, që janë me karakter republikan, udhëhecësit e partive politike. Mos krahasojnë Kërçovën me kandidatet ku kundër kandidat janë shqiptarë. Kërçova humbet përgjithmonë. Nuk është kurfar humbjen të tofë se do ta udhëheq një kandidat një partie tjetër këtë radhë komunën, herën tjetër. Nuk është. Asnjë mos e dorëzojnë për interese të partive nalt të fitojnë ndoj komunë, mos e bëjnë monedhë për kusur Kërçovën. I lusë të jetë të vëdisu se shumë shtrejt do të kushtojnë politika atyre, se ne nuk do të heshtim kush nga ka dorëzu. Kush nga ka bë pazar se duhet këtë radhë ne të dorëzomi. I lusë ka koha të dalin edhe krerët të apin orientim për apin udhëzimet e duhura për votën kërçovare, të apin qartë dhe shkurt, se ta shpërthojnë do pazare kënde andej, mu pak më intereson si do të marrojnë strugan mes dy kandidatëve shqiptarë. Pak më intereson si do të marrojnë Tetova, si do të marrojnë aty ku garojnë çdo. Ose Gostivari. Kërçova është komun, humbet ose fitohet. Është e fituar se e ke shumicën, e dorëzon vetë. Të gjithë që përzihen anësh për të pre fatin e Kërçovës, i lusë të mos na ndihmojnë. Nuk besoj popullata shqiptare të çmendet. Tash e kanë hutu intereset ndryshme, marrëveshje ndryshme kujtësi, por kërçovarët humbasin vetë. Të kthehet popullata tash edhe pa partitë votojnë. E vetëdijshme se nuk humb as te partia e vet, as kun humb vet tufa. Kjo është porosia e plakut, e një mençurie të rregjur që me ditë se çka humbin, është vonë përmirësohet.